Dakor. Mirë, do të kalojmë tek shtypi i ditës të dashur miq, duke u njohim edhe me titujt kryesor të gazetave edhe për sot. Megjithatë ju mos harroni të bëheni pjesë aktive dhe drejt për drejt emisionit ton duke na shkruar në adresën e Facebookut në emisionin Mëngjesit të Zbardhi, si dhe duke kontaktuar drejt për së drejti në 044 50 15 20, në të cilën ju mirëpresim të gjithëve ju. Jemi duke folur sot se a ju pëlqejnë familjet e vogla apo të mëdha. Duhet ta keni vënë re gjatë kohës që unë jam duke prezantuar rubrikën e showbizit, ku flasim për personazhe të mëdhenj siç është Angelina Jolie, ball. Kështu them këto gjëra them unë tek rubrika showbizit. Ti çau. Po, ti të kam marrë për keq. Ata thoj. Lere fare. Dhe flasim për shembull Angelina Jolie, përveç se nuk ka patur mundësi që të ketë shumë fëmijë të saj biologjik, është munduar të birsoj ata, madje më së fundmi tek informacioni që unë kam dhënë ishte se donte të birsonte 3 sirian të cilët kishin ngel jetim. Po. Por burri i saj itali, Angelina, Lamo dynja pa fut shtëpi. Nuk pranoj sidoqoftë. Por ka dhe njerëz të cilët i pëlqejnë familjet e mëdha, fëmijët e di unë që e keni pak vështirë ju për t'i përballuar sot se është bota e iPhone-it, iPad-it e gjëra shumë, megjithatë mendoj se ka dhe nga ata që i pëlqejnë familjet e mëdha. Pra për këtë po flasim sot, ju pëlqejnë familjet e mëdha apo të vogla? Vazhdoni të na shkruani ndërkohë që ne ju njohim me artikujt kryesor. Ju njohim, s'kemi ç'bëjmë tjetër. Startoj me gazetën Shqip, e cila çelet me kryetitullin Mandati, 2 ministra nuk i binden Ramës, kreu i financave dhe ai mirëqenie sociale ende me mandat deputeti, 2 vite pas deklaratës së famshme të kryeministrit të refuzojnë risinë e qeverisë. Përplasjet, kush i zëvendëson Canin dhe Klosin nëse dorëzojnë mandatin? Unë dhe Marigleni. Po bra, a jeni dakord? Pse mos i zëvendësojnë? Po ne me çfarë do bëjmë? Unë do vij veshur si balerina. Ti do vishe veshur si balerinë, po, dhe do hipesh në makinë, në Jaguar, do të jemi në Jaguar. Jaguar, ditë ta marr, kështu ta ngat. Do të bëjmë xhiro. Po sikur ta bëj unë të një xhiro, kolego, ke bërë ndonjë xhiro me një shofer e femër? Unë? Po, s'kam ndërmend të Ti ke shpërlesh do të thosh. Pra, që në këtë mosh, në lule të rinis, 84 vjeç. Po pse çfarë bëre me që lëvizim gjithmonë vetë kështu? Jo, vetë. Po mirë, ju lëvizin vetë, po na krau i pasagjerit, jo nga shoferi. Jo, lëvizim edhe si shofer më, ç'është kjo? Po lëvizin kur ka fusha kështu, lëndina. Kur e kemi rrugën tonën. Në një mo lëndina. Si na bëre ti ne sikur Trëndelinë, moj trëndelinë. Tamam, trëndelina vetë. Vazhdo. Rikthehen rajonet dhe komitetet territori si do të kryhet ndarja në faqen 4. Ha mos i hani këto prralla tash. Tender ndërkombëtar për landfillin, Velia një zgjidhje për sharrën në faqen 11. Ushtria $38.000 për blerje armatimesh. Plani afatgjat dyfishon fondet ul shpenzimet në faqen 6. Po ja, kjo na duhej. Në ushtri na duhen armë se jemi në gjendje lufte. Tani edhe çan $38 milion. Blejmë armë. Të sofistikuara dhe kemi. Se gjithë bota se lam nam. Vemi edhe akoma me Kalashnikovët e Poliçanit. Ua vërtet, e? Po. Po ti ke qenë ndonjëherë ushtar që ti ke çmir? Unë? Jo, unë. S'më kapi reforma. Të kapi? Në ato kora. Ti u bëre student. Jo student isha, po në atë kora të merrin kishte një avantazh atëherë që të qetin falas. Sa më qetin me lek? Po, shpërblenin policat atëherë që kush kapte një ushtar merrte. A se po të çoj unë tek sponsorat e mi dhe po ta bëj dhurat një qethje, po problemi është ata nuk të qetin kështu si qethesh ti. Ata o të bëjnë me model, o të bëjnë njëri, o të marrin përsi për fare. Okej, dakor. Kështu që duhet marrësh parasysh ndryshimet. Dakor. Shikoni se ka diçka. U tha ubë. Jo, këtë duhet ta sqaroj për ata që nuk e kanë parë ndonjëherë Marigleni live, duhet të dini që ekrani e tregon pak më ndryshe. Marigleni po ta shihni nga afër. Është edhe po pak çeros, tamam, e vërtet. Po ta shihni nga afër, është më i plot nga flokët. Ashtu. Jo kështu si duket në ekran. Tash më se është më qeros nga kaq. Jo, më i plot nga flokët dhe më simpatik është me thënë drejtë. Jo se nuk është në ekran, është edhe në ekran, po nga afër është edhe më simpatik. Jo, më se kjo është e vërteta, kur tha ky është ai që prezanton ti emisionin. Që nga i mirë ky. E gjoj shumë nga gjithë. Edhe kur më thonë aman mi çaj bën aty çun kush më zgjer se unë po dëgjoj ndonjëherë me vëmendje, mos ngjoni vetëm mua. Mirë Marigleni. Këto gjithmonë të vërteta ju prapë mua besoni. Po bra, po. Është bota e mashtrimit, është bota e mashtrimit, nuk e çave gënje dhe ti tani të besoj se s'ke çaj bën. Tamam. Ndotja e detit, hetim edhe nga shërbimet sekrete, një skandal. Ky shikoj se unë adhuroj detin, po të ma bëjnë kështu nuk lejoj. Po pse shikoj, ja nuk këtë nuk kuptoj. Pse një racista, edhe deti i zi nuk ka ndonjë problem.
Dhe Tizi është Izi. Po pra, është. Prandaj ka emrin Izi. Prandaj edhe ne lyem pak me Zi që të kishim, ti vini me emrin plazh Izi për shembull. Të kishte një emër të ri. Siç kanë gjithë ato. Ama të shkosh të lash atje s'ke nevojë për solar. Jo pra, nxjerr brenda ditës. Direkt. Nxjerr brenda ditës. Madje merr një ngjyrë, ja kalon deri Rihanës. Ja kalon. Ja kalon. E merr edhe me kështu me të shëndriçi, edhe ai shëndrin edhe në foto. Po bra, po. Ka lezet. Monitorimi i situatës, bllokohet peshkimi, AKU merr mostra për ekzaminimin. Lese u kputët. E di çfarë tash dje në lajme. Ekzaminimi do ditë të dalë rezultati, jo po sa të kapim ata që e ndotën deri vitin tjetër. As për plazhin si vjet në Durrës harrojeni më. Kemi kopo, ha. Shqyqysh ishte periudhë. U pastru ai plazhi. Ashtu mor masa direkt, po. Ua. Po mam. Sa të mirë kemi shtetin, Në vende. Më nësë kemi trupa, shteti... Aksioni pastrimit ekspertit do duhen muaj për ta rikthyer siç ishte. A thash? Po të duhen muaj ku ma gjen. Po u deshen vite, si t'i bëjmë? Shiko, muaj bje fjala. Muaj me të reja. Me të reja. Muaj me të reja, po. Imagjino sa shumë vite mund të duhet. Kuptoj. Pasojat, flet sociologu i njohur azilantët Dervishi të mos përdoren politikisht në faqen 11. Jo, more, seriozisht e keni punit në rriste bepi për këtë punë. Ne kaq duam, jo gjithë ata azilant. Aq duam, po, tamam. Ne një fije peri duam edhe kape politikisht direkt. Kush të dëgjon o njeri, kush të dëgjon? Ne ku të gjejmë do rastet që ku ka ndonjë vakim, ndonjë dasëm, se direkt, ja çfarë bëri qeveria. E të bërë se puna ti hajdutit kur i bie shiu ose kur ka aheng që. Atëre ka kulmin e punës, edhe ne kështu e kemi. Ai ne mos e shfrytëzojmë thotë, ja fut konta. Kot, tamam. Fitoria Erdogan më shumë frikë se optimizëm. Në faqen 9. Pse kështu? Çfarë ndodhi? Gjëra që ndodhin mirë. Vare. Dosja, biznesmenët e drogës si u spunuan nga italianët hetimet nisën pasi u dërguan tonelata kanabisi në Itali në faqen 14. Mirë se do nisën direkt hetimet. Atë thuaj. Dorëzohet Lazaratasi akuzuar për pegmarrje në faqen 14. Botimet Saras, Naipol, takimet me Borges në Argentinën pas viteve 90. Ashtu është. Atëherë, do të kalojmë te shkrimet të ndryshme. Fiksimi jot. Debati. Pse po humbet aftësia për të dashur të tjerët? Nuk po humbet aftësia për të dashur të tjerët. Tani po të jenë njerëzit kështu të verbër, ja për shembull ti më do mua, po si mos të dua. Si të dua, pavarësisht të shaj të Sa i sigurt je ti do mua? Po shumë të dua të 100% ç'është më betë. Po pse nuk të dua ty? Po kështu është tash, të tjerë duam, të tjerë na duam, me të tjerë lozim kalçeta. Në fakt po, edhe kalçeto kam lozur shumë dje. Pra. Prandaj u kuptova unë. Kështu është edhe ky moment. Mirë, vërtet është. Këshilla, 13 mendime që mund t'ju bëjnë të pasur. Ora ashtu mendojmë tërë ditën ne? Gjithë ditën. Ti shikosh shqiptarët gjithë muhabet politike i ke. Lekët ku t'i gjenë çka. Është e vërtet. Gjithë ditën mendojmë thellohen. Sa thonë domethënë këta që janë djathtas kështu. Thonë, aq na bëri ky pushtet ma. Po e dia unë, ky është kështu. Ata që janë majtas. Mos i na e lan Shqipërinë këta më. Ja vjen një ide bukur, po po mendoj thash, sikur t'ja vjedh atij atë gjën, kështu po tash s'bëmi pasur. Të bësh mirë. Ja, një nga këto mendime. Një mendim. Po prapë s'u bëre pasur. Keni 13, jo me mendime thamë. Ne nuk tham 3 mënyra si të bahesh. I pasur bësh në mendime domethënë. Po, sipas këtyre 13. Ndoshta pasuron mendimet. Dakor. Analiza, atje ku mund të niste lufta e tretë botërore, çrëndsi ka kjo, ne kemi të pestë botërore, s'po themi gjë këtu në Shqipëri. Ja fusni kotani. Atash. Iko. Harua me gazetën në Panorama, zbardhen vendimet, legalizimet, kushtet e reja për të marrë tapin. Qeveria bën gati 2 akte për lehtësimin e procedurave, flet drejtoresha e Luiznit në Tiranë, afatet për lejet kush përjashtohet nga procesi në faqen 8 dhe 9. Rrëfimi i Ramës në librin Fitimtarët për suksesin punon edhe me ata që s'do t'i shohësh, çfarë thot kryeministri në librin e Campbell, me më bën superior gjatësia në sallën e parlamentit. Interesante. Eduard Selami flet për vitet 90, askush nuk ka merita personale në faqen 2 dhe 3. I shkreu i PD-s, ishim si Kuba, na shpëtoi pozita gjeografike. Shqyqyro zot. Ashtu është. Statuti Kongresi i PS-s, dokumenti për ndryshimet e zgjedhjes sekretarit në faqen 4.
Hetimi për ndotjen naftër në det, prokuroria kërkon ndihmën e Shish në faqen 15. Të shishes? Po, asanijet nuk gjejnë dot. Imagjino. Jo, po shumë e vështirë, po aty kalon shumë anije sa kalon aty si mund ta gjesh njerëz, se nuk arrit ta kuptoj dot. Lutem tani është gjithaj det, po çfarë deti për gjet një anije? Mund të jenë 2 tragete, mund të jenë edhe 3-4 anije, është shumë e vështirë. Edhe është shumë e vështirë për ti, pastaj ti e di që shteti jonë është po, shumë i gjilent. Tamam. Më larta taksa e re për sigurimin e makinave, qeveria rekord në rajon në faqen 5. E shikoni more se thoni spunojmë ne, rekord pas rekordi thyen. Kush thot më që punojmë? Për mirë, po çrën se ka. Kush ka thënë që ne nuk punojmë? Kush nga ne nuk punojmë? Po llafëm ja, taksa më e lartë. Po ne tani po marrim Jaguari, o njerëz, po marrim Jaguari që të ndodhim në të qindën e sekondit aty ku është problemi juaj. Po, ne jemi aty ku lajmi ndoth. Jo, ne jemi aty ku ngjarja përfshin në një incident. Okej. Në garë 9 autor, Fondacioni Maposh pasot çmimin letrar Katare në faqen 20. Vazhdoj me opinionet nga Gronjek Markaj të vjetrit të rinjt dhe të rinjt në PD. Opinion, në Shqipëri do të kthehem kur të mos kem të bëj me zyrat nga Aleksandr Koçani. Shqyqyra zot. Më mirë, mos ngatro me shqiptarët. Ke parasysh këtu kur s'ke punë me këto tjerë rehat. Je shumë rehat. O patë punë në zyra, në këto QKR-ra, në gjykatëra, në spitalëra, në shkollëra. Pse ore dhe aty shumë rehatje, sepse të vjen individi aty dhe thotë, shiko zotri, kam këtë problem, mirë, hajde nesër. Po shumë mirë. Ai për tonë vi nesër, vjen javën tjetër. Ato thash unë të hajde direkt nesër me spital, hajde javën tjetër. Ose kështu. Shiko ti zotri se ne nuk është se kemi dhe aq informacion. Kjo është femër. Kështu e femra janë këtu. Kështu që aty shiko një herë. A di çka hajde nesër. Nuk po e bën mirë ti, nuk po e bën mirë. Bëhet ti, se ti e bën. Kështu. Këtu. Po, mund të thoni? E sa kish ka dalë? O bo. Ashtu pra. Atë marr drejt, çfarë po thon? Unë kam të thoj këtë problem. Rahim Ombashi është bekim të jetosh me identitet në faqen 18 dhe këtu e mbyllim edhe pasqyrën për gazetën Panorama. Kolegu mund ta marrë stilolapsin kur lexon gazeta zemër, se po fillove me gisht na kaput shpirtin. Po, bra, ja këtu. Emi boll tash. Vazhdo me gazetën tjetër. Vazhdoj me gazetën shqiptare. Pensioni i pleqërisë. Plakëm, kolegu, plakëm, ka menduar shteti për ne. Sidomos kështu, siç është Shqipëria tash pa siguracione e gjitha. Ja pagat referuese për punët para 94-s. Llogaritja përfitimit zbardhen tabelat për të gjitha profesionet. Imagjinoni që kemi filluar që 16 vjeç punë. Ti shoqja Greta me pensionin kooperative? Jo, more, jo, unë kam qenë alamet. Kontine, kështu që të lutem shumë mos ngatro me veten. Ashtu është. Edhe jo, mirë, bere qavi, s'ta hangëzuar. Pa hash. Mirë, ta hash edhe ti. Po hati me pensionin, s'të ka kap akoma ti? Ja. Po pas ke për të vdek pa marrë pension. Shëndeti se kush po e merr, që ta marr. A të thuaj. Si po i çojnë mosha ata 282 vjeç përfiton pension? Jo, unë ka marrë kështu. Po ti të kapi reforma agrare, më kapi, jam e privilegjuar, s'ke çaj bën. Do të kishe lindur edhe ti në kohën time, shumë i lashtje. Kur s'do, ç'a ti bësh? A të thuaj. Formula e sigurimeve shoqërore për masën e përfitimit që merret kur arrin mosha e pensionit. Hiqet tavani maksimal, llogaritja nga vitet e punës dhe masa e kontributeve të derdhura gjatë viteve. Raporti Dega e Brendshme në Sarandë vlerësoi krejtësisht masat në kufi. Feqor Shehu, gabimet e sigurimit në ratisjen e poetit Bilal Xhaferi në faqen 11. Kalojmë tek opinionet, të ulen taksat si përshtaten gjendjes. Biznesi kundër qeverisë, mos rrisni çmimet për sigurimin. Tani ky këtej thot po i rrisnim, ky thot mos i rrisni, po ta singelën. Njëri thot si përballon, tjetri thot përballon. Po kështu jemi ne. Vetëm me debate jemi, ore ne logjikojmë. Po dishim një mendje kishim ecur përpara. Atë thuaj. Ashtu. Do pa para një mbrapa ne. Po. Punonte në bar, vrau policin më 1999, kapet në Lazarat Lavdimir Ajqe. Qa emri që pas ka më? Historia e këgjë, e mjekuan gabim në 2 syt, het në gjyq mjekët në faqen 5. Dhe hajde ikti po dëshe, vizitohu, po ta mbajti. Jo, nuk... Po jetë trime.
E para njëherë unë nuk prekem nga sëmundjet, dhe nëse më ndodh rrallë herë. Po ti je imune, po. Unë nuk shkoj tek doktori, se pak a shumë e di se çka kam nga se më erdhi. Ja, isha një ditë të bukur për shkakun, më dhombi vesh. Po. Shkoj te farmacisti, jam duhet ilaç për veshin. Ashtu, Shkoj te Matiu, zhiti se o mund Nuk të i shkoj the- me një infeksion nga vathi për shembull, dhe ai që do filloj ua, kështu e, kjo e, ajo e. Sa të ngele kështu do në të thosh përdyert e triu e, spitaleve, më mirë mbaroj punë vet. po. Arkivi AKKP, pronarët në Gjirokastër emrat e problemet me dokumentin të faqe 18 dhe 19, Fondacioni MAPO sot ndahet çmimi kadare në garën finale 9 autor në faqen 16. Banorët apel shtetit zgjidhni situatën, Durrësi i ndotur, prokuroria, ende nuk kemi asnjë përgjegjës në faqen 6 dhe kështu do të vazhdojmë për një kohë të gjatë. O do vim përgjesi, Përgjesi do unë kam gjendet, po do përshtypjen se vonohet. përgjesi do ndërgjegjësohet dhe do vi vetë. Dhe do vi për që vet. Unë jam. Mu derdh pa dashje. Po, më ra nga dora, një fuqin naftë. Kujdes peshkaqenët. A, bra. Intervista, grabicit janë verjor, mua më gjuajtën me qyte në kokë, gruas i lidhën shami në gojë në faqen 9. Kjo ishte e dyta herë, thot ky. Opinioni ditës, kërkesa baltike për reparacione nga Rusia në faqen 21. Qyqa. Arti bashkohor, studentët pesimist për situatën që po kalon Shqipëria në faqe 14 dhe 15. Jo, jo, sa të kemi vezët ne, rregull jemi, pse do të jemi pesimist, lutem shumë. Pesimizëm, Vetëm mos i bani të freskë tamam se janë bërë kështu, specie në zhdukje. Kalojmë te gazeta Shekulli, Bujar Leskaj, terror në KLSH. Se? Ua! Tenderat, zëvendës ministri Petro Koçi zbardh urdhrat për raportin e kontrollëve. Ministria e Mbrojtjes u përgjigjet akuzave për përzgjedhjen e kompanive. Publikohen dokumentet për rikonstruksionin e ministrisë, monitorimin e hapësirave detare dhe blerjen e makinave në faqen 4 dhe 5. Se ti u shqetësove shumë, po tani ky që ka shkruar gazetën e ka bërë kështu për të tramburt. Po në... Hajde. Si bet? Ashtu. Ose bëjtot kështu që e bëra sipas mënyrës time. Tjera të rregullon. Në rregull. Taksat e makinave të përdorura ja formularët, udhëzimi i Ministrisë së Transporteve për pagesën e taksave dhe shitjen e makinës. Marrja vërtetimeve mundëson ndryshimin e pronësisë. Çana the, sikur të dinim. Shkresa, mësuesit në provimin e shtetit dhe masteri shkencorov, vdeksha unë për këta mësuesit tanë analfabet që nuk din as të shkruajnë. Do të shkruaj një peticion tjetri, unë e shkruan unë pa në fund, qyqa. Pesticion. Zemër, kujdes gabimet drejtshkrimore. Pa, pra. Kështu i bje. Po, pra. Vetëm këtë do marrin ata, kujdes gabimet drejtshkrimore, se nuk din të shkruajnë. Ose zëmbër. Jo, zëmëroj, bish shkurt, sa mbret mendjen ti. Zëmëra. Zëmërap. Datat, specializimet në mjekësi fitojnë 1 në 3 kandidatu, që qasë në gjeti me leshërat. Si oferta. Fiton 1 merr 3. Apo s'kishte lidhje. Nëse. Vazhdo. Sa pjellore që e ke këtë mandje në kolegë. e Nëse ka. të duket si shumë e zbuluar, po jo, e ke të zbuluar shatin. Lazarat, gjykata e lartë anulloi dënimin me 22 vite burg, dorëzohet pengmarsi. Kështu bëni, më dorëzoni. Pra. Opinion nga Afrim Krasniqi, procesi i Berlinit dhe Shqipëria në faqen 9. Njazi Jaho, komisione zgjedhore të depolitizuara për zgjedhjet e reja në faqen 6. Kështu kanë që gjithmonë depolitizuar, ku kemi pas në politikën tash se egzagjerojmë me akuza ndonjëherë. Ja, fusi ndonjëherë kohë, po hajt, ne jemi zemër mirë, po ua fal. Po më bet. Hetimet, ndotja në Durrës zbulohen 2 anije të dyshimta. 2. 2, pa 2 janë të tërë. 2, kupton ti, aty kalojnë 20 anije dhe 2 deri tani janë të dyshimtat. Gjergj Kola, Muzeu i Luvrit, medalja Ari për artistin shqiptar në faqet 18 dhe 19. Reis Dozaj refuzova ftesën e Greqisë për të ngritur lart emrin e Vlorës. Bravo. Kupton ti, çfarë ka bërë Vlora? Po, normal, gjithmonë partizan. Ore vllai, kalon kështu pas dore. Mirë, të dashur miq, do të kalojmë tek shtypi sportiv. Fillojmë me Sport Express, Partizani 10 me yll. Kryesuesit ruajnë diferencën me ndjekësit, por Starova ka kritika, fituam por gabuam shumë. Dematuajnë 3-2 Lashin Elbasan Arena, të kuqt kanë fituar ndaj çdo skuadre këtë sezon. Sali ndëshkon Vllaznin, sulmi i Korçar është super. Skënderbeu përmbys dhe merr fitoren e tretë, fitoren e radhës në shtëpi me shifra 3-1, faldo pjetës së Shkodranit dhe golit të Olajnikës. Takaj se pash Partizanin më intereson vetëm ekipi im në faqen 4 dhe 5.
Byllisi merr 1 pikë, Kuksi skalon dot në Ballsh, Gjici thret ekipin në gjyq. Na dush Muça, kuksianët kalojnë në avantazh me një 11 metësh të kontestuar, por vendasit barazojnë. Presidenti do përgjegjësitë për dështimin. Java e 10 e Superligës keni të gjitha rezultatet e ditës së shtunë dhe të diel të luajtura pra në Superligën shqiptare. Ndërkohë vijojmë rilindja, Tirana ka gjetur ritmin e duhur, shtohet Oreksi. Në ndërtimin e Ilir Dajs, Bardeblut në 2 ndeshjet e fundit kanë marrë pikët e plota duke rikthyer besimin e humbur në faqen 7. Flamurtari lëvi në akuzë për gjendjen e dobët fizike. Kombëtarja Veseli dhe Manaj dhe Bjazi eksperimenton në faqen 14. Kampionati i moshave U17, Demiraj heroi të kuqve në derbi, U19, Alban Hoxha i jep Kreun Partizanin në faqen 12 dhe 13. Kategoria e dytë, surpriza, Vlora merr Kreun, naftëtari aratiset në jug, keni të gjitha rezultatet e grupit A dhe B të kategorisë dytë në faqen 10 dhe 11. Seria A mbyllet java e 12, Kondobia mban Interi në krye, Juventusi merr Frym. Zikaltrit fitojnë për të 7ën herë në kampionat minimalisht 1-0, teksa kampionët përmbysin Empolin, Roma bën të sajnë derbin, Higuain nderon Napolin. Spanjë, Reali provon humbjen, Neymar i jep Kreun Barças. Angli, derbi Londrës në barazim, Klopp e pëson nga Palas. Gjermani, Dortmundi pa mëshirë fiton derbin e Ruhrit, kështu e ka. E më mirë, që bëri. MotoGP, Lorenzo shpallet kampion, por Rossi meriton respekt në faqen 15. Nëse kjo ishte çik e pa drejt kjo pjesa e MotoGP-s, gjithsesi gjëra që ndodhin, ja. Mos përfshin të gjitha, Koleks, do të filloj të dhëmbi mendja pastaj. Jo, po e meriton te Valentino Rossi, gjithsesi atë dënuar. Rossi është lodhur nga fitoret. Po, është lodhur, absolutisht është lodhur. Më në fund të marrë një gjë ndryshe se ngeli tërgon fito. Kështu është. Mirë, vazhdojmë me gazetën Panorama Sport. Partizani si përbindër Skënderbeu fundos vllaznin. Të kujt marrin fitoren e 9 radhazi, Starova as Korçarët se mendonin këtë start. Sali ndëshkon Shkodranët, Josa e di pse donin që të ndalemi në faqen 2 dhe 7. Ironia për rishfetin ndaj arbitrit, Jemini nga Gjirokastra nuk japim para, replikon luftëtari. Sopoti, akuza FSHF-s të korruptuar e keni vendosur kryesuesin. Dhune dhe tek Erzeni Besa, gjyqtarit i gjuajnë me moll. Po me moll i kanë gjuajtur se. Ndoshta e kanë hedhur kështu që na ha një kokën moll dhe këta e interpretojnë si gjuaj gjithashtu. Po, si gjithmonë këta. Pra tash. Mollët në stadium janë kështu. Çfarë janë? I marrin më njerëz se i han. Shtin kohën, çfarë do bëjnë? Moll dhe fara. Opinion nga Gëzim Sinemati, Starova dhe Duro, një armiqësi e përgënjeshtruar në fush. Kategoria superiore, java e 10, keni gjitha ndeshjet dhe rezultatet luajtura të shtunën dhe të dielën. Ndërkohë, Byllisi ndal Kuksin, Gjici gati masa të rënda në kampionët, i lë nafta në Ballsh, rrezikon stafi dhe disa lojtarë. Ama në Ballsh, po ju la nafta në Ballsh e në të fituar, aty e kemi... Aty gjej naftë, pa. Kemi fabrikë të madhe. Kategoria e 2, Vlora fiton në sfidën e Kreut, domosdova thyen Tomorin. U17 dhe U19, Shkëndia Super, Partizani padron i derbit në faqen 14 dhe 15. Tirana, Gilberto, mjaft me Shqipërinë të gjithë me probleme. MotoGP, Lorenzo kampion bote, Rossi shfryn për komplot. Apo vret më ne kë vale Rossi, po rrimë pas e mirë. Itali, Interi tregon muskujt, Juvia nis marshimin. Spanjë bie Reali, Barça merr Kreun me spektaklit. Angli ngjecin Arsenali me Cityn, Liverpooli e bën dram në faqen 21. Këto pra ishin edhe titujt kryesor të gazetës Panorama Sport, e kemi mbyllur këtu edhe shtypin e ditës.